15 kg heroin janë sekuestruar nga policia në afërsi të Golemit në Kavaj. Policia ka vënë gjithashtu në pranga edhe një person, është drejtuesi i automjetit në të cilën ndodhej lënda narkotike, ai quhet Lutfi Shabani dhe sipas policisë personi ka patur dhe më parë precedent të mëparshëm penal. Nga Drejtoria e Luftës kundër Krimit të Organizuar, në bashkëpunim me Drejtorinë e Policisë Qarkut Tiranë, u finalizua me sukses operacioni koduar Autostrada për arrestimin e shtetasit. Lutfi Shabani, 37 vjeç, lindur i banorës Durrës, i dënuar më parë për prodhim dhe shitje lëndësh narkotike. Arrestimi në fragranci këtij shtetasi është bërë në Golem të Kavajës për vepër penale të trafikimit lëndëve narkotike parashikuar nga neni 283 i Kodit Penal. Në momentin e arrestimit të këtij shtetasi, i është sekuestruar edhe 15 kg lëndë narkotike e dyshuar si heroin. Nga veprimet paraprake, ka rezultuar se shtetasi Shabani, ose i njohur ndryshe si Ben Çami, ishte duke udhëtuar nga Kavaja për në Durrës me një automjet tip BMW me targa Durrës 3545E. Lënda narkotike ishte ndarë në 30 paku të mbështjella me letrën atribani e fshehur në bagazhin e makinës. Aktualisht vazhdojnë hetimet për të identifikuar bashkëpunëtorët e tjerë të këtij trafiku.